qeta. Mos më afroni, jo! Jo! Mendoj sa I nuk do dhëro. Jo! Ai thjesht po përpiqet të jetë I sjellshëm. Jo! Perimetri është në rregull, çdo gjë është në kontroll, çdo gjë është në rregull. Skuadra bravo. Kjo ishte shumë e bukur. Ju ndaluat Sheticin të më infekton të mua. Dhe kjo kakaoja është vërtet e shishme. Nuk mund besoj që po them këtë, por ju bët diçka të sakt më në fund. Punë e mirë, roje. Oh, kush do e kishte menduar se ata rojet patetik do t'ishin aq fantastik. Ndoshta gjithçka që u duhej atyre ishte një mirësi e vogël. Ndoshta nëse dikush do të shkruante në ato pusulla nga Lordi Urryes, Do të thuash që një mirë e vogël e bën të mendohet 2 herë njeriu në prap. Edhe ata ja shpërblyen atij dhe bën diçka të saktë një herë të vetëm. Ashtu siç dëshironte Urryesi, I cili duhet të ketë kuptuar se Jo! Jo! prit Shëtitos, e di se çfarë do të thot kjo? Shumë mirë, tani rojet e mia fantastike, ju e dini çfarë duhet bëni. Ju falenderoj vërtet shumë për dhuratën tuaj, të cilën unë do ta përdor për të pushtuar universin. Duke filluar nga ky vend antipatik. Shkoni rojet e mia, shkoni dhe tregoni madhështor. Shkoni. Hej, Shëtitos, kam dhuratën perfekte për ty. Çfarë po ndodh? Ja ku e keni, një dhuratë miqësore me mirënjohje nga Lordi Urryes. Ja. dia, të qenit I mirë me dikë bën që edhe ai të jetë shumë I mirë me të tjerët. Shoko. Silvia. Mjaft djema, mjaft me përqafime tani. Po filloj të bëhem klaustrofobik. Peppers, një ndim të vogël, roje. Shëtitos.